në opinionin publik, në media, analistë të ndryshëm, e kanë quajtur hak terrorist, por do të dimë që të gjithë shqiptarët hakte terroriste janë edhe me vrasje, por edhe me pengmarrje. Pra, në rastin konkret, ku merret peng, mund merret peng avioni, mund merret peng një pjesë e stafit e me radhë. Por është një krim i organizuar dhe mirë organizuar, krim tepër i rëndë, sepse tronditi jo vetëm opinionin publik, por edhe më gjerë. Ndodhi pranë Komisariatit Policisë së Rinas, në prani të forcave të policisë, në aeroportin e sigurisë së lartë, që është ku qarkullimi njerëzve është i shumtë, zërësisht qendra e Tiranës, dhe për mua, si ish drejtues policie në disa rrethe të Shqipërisë, por dhe ish pedagog i Akademisë Rendit, ku kam dhënë shërbimet dhe taktikën e policisë së Rendit, ky është një krim i mirë organizuar. Pra, për mua është 99% vrasje me pagesë, madje mund të ketë dyshime për lidhje me segmentet shtetit, përderisa një pjesëtar i AMP-s ishte shofer i tij, tregon bashkëpunimin e ngushtë të policisë me krimin, por po ta shikosh skemën e ngjarjes, pra informacioni vjen Kemi parë edhe video ndje që ka dalë. Po, informacioni vjen nga jashtë, është mirë pritur, ka të dhëna që e kanë parë ku ka zbritur dhe mjetin ku ka ipur, edhe këtu nuk bëhet fjalë vetëm për ata që vran, por këtu bëhet fjalë që nga ndërlidhja nga jashtë, aty në aeroportin e Rinasit persona. Pastaj për të habitur është se në skenën që ne pam, me fjalë aty duket një foristrad para makinës, pra e cila este nga dali, bllokoi rrugën, dhe në moment dalin me fjalë 3 veta me breshëri, për që devijuan makinën në drejtimin tjetër, dhe më pas kjo makinë iku shumë avash dhe iku në drejtim fushkrujës Foristrada, pra që tregon që kanë qenë shumë veta të mirë organizuar, aq më shumë fikja dritave në zonën e fushkrujës ku erdhi mjeti i krimit dhe u largua përsëri mjeti i krimit. Pra kjo tregon mendoj unë, një bashkëpunim të ngushtë me strukturat policisë shtetit dhe mund të jetë politik, mund mos jetë politik, por që ka qenë mirë organizuar për shkak se për 20 km apo 14 km makina eci dhe kur ndodh ngjarja dhe ku në Rinas me njerë njoftohen të gjithë komisariatet e policisë për rreth dhe ngrihen me njerë që autopatrullat janë në lëvizje, forcat e RNS edhe me helikopter dhe me të gjitha, pra mund të vijë në lëvizje. A ishte normale që aty nuk ishte prezencë të forcave të policisë, po them në momentin e... Tani, pra sepse prandaj është dyshimi, se ne kemi qenë të gjithë në Rinas dhe dim që edhe të rregullimi ka policë edhe patrulla policie në lëvizje dhe qarkullimi drogor, pra aq më shumë perimetri sigurisë të aeroportit të Rinasit që ka forca të shumta dhe të sigurisë. Kështu që kjo për mua është duhet një jetim i mirëfillt, por ku qëndron problemi? Problemi qëndron se ne kemi thënë dhe themi që krimi është brenda në burg, po krimi është dhe jashtë, pra lidhjet janë dhe nga brenda dhe nga jashtë pistat e veprimit. Përpara se të shkojmë te motivi politik, cili mund të jetë, themi, motivi i atentatit? Unë nuk mund ta them. Autorët sigurisht ende nuk dihet. Unë nuk mund ta them, pra motiv politik mund të jetë një pistë e timi, por janë dhe larje pazaresh, vrasje e pagesë të gjitha me tani. Problemi është tek policia e shtetit, neglizhenca e policisë shtetit. Që do thotë, në momentin që personi është me precedent të rënd kriminal, pra ka dalë në burgu para një viti apo para sa muajsh, ti ke një dosje gjurmimi për personin, sepse është kontingjenti i policisë kriminale, ti e mban në vëzhgim personin, pra policia kriminale për këtë punë është, policia kriminale mban në vëzhgim mbi hyrje, lëvizjet e tij dhe aktivitetin e tij, sepse mund të jetë aktivitet përsëritës kriminale gjithë me radhë. Kështu që policia ka qenë jashtë loje ose në bashkëpunim, janë të dy pistat, sepse s'ka mundësi me fjalë që të jetë kaq i lirë, të lëvizin kaq lirshëm dhe ti mos ta kesh në mbikëqyrje, në vëzhgim apo në gjurmim. Kështu që shpresoj dhe besoj është një tronditje madhe, këtu nuk ka dorëheqje, këtu ndodhin skandale politik. Zoti Berisha në fakt ka kërkuar dorëheqjen e ministres së Brendshme, e cila vetëm një orë para këtij atentati të rënd tha që Shqipëria është e sigurt. Po për mua, sepse politika gjithnjë kërkon largimin e ministres, për mua duhet larguar i pari drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, sepse drejtori i përgjithshëm është drejt për drejt që merret me forcat operacionale, me të gjithë veprimtarinë e policisë
shtetit dhe ata kriminale, parandalimin, zbulimin dhe goditjen e eventualisë kriminale dhe shpejtësinë e veprimeve për kapjen e autorëve, zbulimin dhe vënien para drejtësisë. Kështu që ministri ju e patë edhe vetë që kryeministri i ka lënë kompetenca të sunguara përveç SHAMP-s. Kështu që mendoj që siç u bën në rastin e parë që kërkuan largimin e ministrit të re, ndërkohë që kur ndodhi një vrasje në Tiranë që u ngritën studentë dhe qytetarë dhe iku ministri i Rendit, ndërkohë që duhet të kishte ikur drejtori i përgjithshëm. Pra, mund të kërkohet largimi të dyve, por unë kam thënë dhe them që koka e krimit organizuar, e skandaleve, e korrupsionit, e shpopullimit dhe varfërisë në Shqipëri është vetë kryeministri, për shkak se kemi dy zëvendës kryeministra në hetim, ministra të burgosur, drejtor të burgosur, deputet të burgosur, kryebashkiak të burgosur dhe vetëm ky që nga i pastër. Kemi drejtësi me dy standarde. Mos harrojmë që zoti Berisha e ka marrë një fletëthirrje për 20 janarin. Unë para se të jem politikan dhe antar i Komisionit Sigurisë Kombëtare prej 7 vitesh në Parlamentin e Shqipërisë kam qenë drejtues policie dhe pedagog. Mos harrojmë që hetimi dhe gjykimi fillon nga organizatori, pra nuk është thirrur një Rama, i cili lëvizte me kokë dhe ka dhënë disa deklarata përpara. Do ndodhin ngjarje e madhe, ka popullin në dorë, urran policët. Megjithatë zoti Berisha nuk është thirrur si pandehur. Nuk është thirrur si person në dieni, po. Si dieni, po do të fillojnë nga organizatori. Pra qenë nga organizatori. Unë po mbaj një qendrim asnjans dhe në zbatim të ligjit. Pra organizatori, kush ishte qëllimi i asaj proteste? Pse ishin ata 200 veta me hunjë aty para? Pse ata deputetët televizionin rresht të parë gjas me drejtorin këta 200 veta me kokë? Pse lëvizte me kokë kryeministri Matan Urës Solanës? Deklaratat e tija publike e të gjitha me radhë dhe që këtu fillon hetimi, që na goditja ndaj policisë së shtetit. Pra, policia e shtetit u la dhe kordone aty se kishte për të mbrojtur territorin para për shkak të turmave dhe të goditjeve dhe ligji pasaj përdorimit të gardit. Mos harrojmë që gjithnjë policia ngre shumë pista hetimi. Pista hetimi është edhe kjo që ku ta dim ne që Partia Socialiste krerët të saj mund të kenë mirë paguar brenda Gardës Republikës për të bërë një shkrepje e për të bërë një gjakderdhje, sepse të katër nuk janë vrarë në Gardë, nuk janë zbuluar që janë vrarë në Gardë të katër. Pra vazhdojnë hetimet, mund të ketë vrasje dhe brenda turmës, është një pistë hetimi edhe kjo. Dhe si ka mundësi që komandi i grupit zjarrit kryesori, me fjalë ti e bën kryetar bashkie, pastaj e bën dhe deputet të Kuvendit të Shqipërisë. A është marrë celulari këtij? është marrë në tim, në spaku tani edhe në prokuria deri dje, pra të gjitha këto se komandi i grupit zjarrit është ai që jep urdhrin, se nuk janë urdhë të veçantë. Pra janë grad komandi i Gardës, komandi i grupit të Gardës se të gjithë me radhë. Ministri i Rendit, sepse nga ai varet në Ministri i Rendit e me radhë. Kështu që ky është një tim që është bërë 11 vite më parë apo disa vite më parë, është mbyllur, është rihapur për shkak sepse vajti në Strasburg për hetime të mëtejshme, por hetimet me bën me dy standarde. I pare që i thirrur është ish kryetari i opozitës në atë kohë sot kryeministër dhe vazhdojnë zinxhir të tjerë dhe deputetët që ishin në rresht të parë bashkë me këta me hunj dhe në mënyrë që zinxhir të bësh hetimi. Mund ta paraqyjojmë këtë çështje se ku shkon? Sepse unë mendoj që kryeministri Berisha në krahasim me kryeministrat e tjerë mbajti një qendrim të njëjtë sepse ishte një institucion. Edhe institucioni mbrohet me ligj nga Garda e Republikës, nuk mund të merret me forcë pushteti, pra gjë që janë treguar me forcë pushteti merret vetëm në raste kur i gjithë populli, zemërimi i madh popullor bën që t'i marrin para politikanët siç ndodhin në Nepal apo në vende të tjera. Kështu që ky është një hetim që do shumë punë dhe shumë pista. Po dua të flasim pak edhe për zgjedhjet e pjesëshme vendore në 5 bashki të vendit, ku dy gjëra na bën përshtypjen në pamje të parë, fitoria e thellë e Partisë Socialiste, por përpara kësaj na bëri përshtypje pjesëmarrja shumë e ulët e qytetarëve në zgjedhje, duke nisur për shembull nga Vlora me 12%, ku disa ishte Berati. Po sigurisht. Berati, Mati, Tepelena, me fjalë Sërriku Vlora. Vlora, po. Pra me një pjesëmarrje të ulët që varionte nga 12% në Vlorë deri diku mbi 30%, po them në Maci pjesëmarrje më e madhe, po në mesatare të 5 bashkive rreth 18 diçka, po themi, %. Unë kam parë deklarata të tua të forta në lidhje me përgjegjësitë politike që duhet të ketë opozita karshi rezultatit të këtyre zgjedhjeve, ndoshta vetëm në Berat, por
Edhe në të pesë bashkitë, edhe më gjerë ndoshta politikisht se kaq. Kudo. Tani u bën zgjedhje pjesme në pesë bashki, madje u përgatitën për të bërë edhe në bashkinë e Tiranës. Unë kam qenë ndër të parët që meqense kam qenë drejtues vendor që kam vlerësuar vendimin e gjykatës kushtetuese, madje kam dalë kundër atyre 3 gjyqtarëve të cilët votuan kundër, që do të thotë që ata bën një veprim antikushtetues, për shkak se kryetari i bashkisë shkarkohet vetëm kur mungon mbi 3 muaj pa arsye, kur braktisë detyrën mbi 3 muaj, ndërkohë që ai është thjesht i cunguar dhe në paraburgim dhe nuk është i dënuar, pra shkarkohet kur shkel rënd kushtetutën, shkarkohet kur dënohet me vendim të formës prerë, pra në apel, vetëm këto raste, ose kur i humbë jeta kalon vendin në zgjedhje. Kështu që në rastin konkret janë bërë disa shkelje në Tiranë, po nis me Tiranën, Këshilli Bashkiak nuk ka asnjë kompetencë që të komandojë nën kryetar bashkie për të drejtuar bashkinë e Tiranës, sepse delegimin e bën vetëm kryetari që është në dhomat e izolimit paraburgim. Vetëm me delegim të tij, ai vazhdon të paguhet si kryetar bashkie, ai delegon firmën dhe vulën kryetarit që ai mendon dhe funksionon derisa ai të marrë vendim të formës prerë ose edhe mund të dalë i pafajshëm. Kështu që në Tiranë, në gjitha sondazhet ishte që aktori i njohur gëzoi një mbështetje të gjerë, jo vetëm të Partisë Demokratike, por të opozicionit. A ishte arsyeja e anullimit të zgjedhjeve në Tiranë? Një ndër arsyet, fakti që dilte me një rezultat shumë të vogël. Një ndër arsyet mund të ishte kjo, por në Tiranë unë mendoja që do fitonte zoti Binaj. Pse mendoj këtë? Për shkak sepse një pjesë e Partisë Socialiste të Lalierit, po themi ne, do bojkotonin ose do votonin kundra, po njëkohësisht edhe marrja e pandehure e zonjës Ballukut, e cila drejtonte fushatën në Tiranë, presionet që e bëri dhe dëmtonte rënd në imazhe me radhë. Gjithsesi ndalemi te 5 bashkit. Partia Demokratike ka kohë që thotë që me Edi Ramën nuk mund të ketë zgjedhje, ka kohë që thotë që masakra elektorale dhe unë nuk e gjasi presje deklaratave të zotit Berisha me prova dhe me fakte për masakre elektorale. Raporti para prak dhe përfundimtari Osobe Odirit dënoi rënd zgjedhjet e majit të 2025-s. Pra vetëm nga kjo që pabarëzi në zgjedhje, përdorimi i administratës, fondeve, e gjitha me radhë i krimit organizuar, të gjitha këto apo dhe deri dhe intimidimi i votuesve apo dhe presione ndaj kandidatëve të opozitës, gjë që u faktuan, tregon që këto zgjedhje të lira nuk ishin. Dhe Partia Demokratike, me qenë se disa partia aleate të opozitës donin kandidat të pavarur, dhe duke parë që masakra elektorale ishte në fuqi dhe nuk i njifte zgjedhjet e 11 majit, vendosin kandidat të pavarur. Me mbështetje të opozitës, por opozita nuk i mbështeti siç duhet kandidatët e pavarur. A shkoi kjo si strategji, ku themi? Kjo ishte një Çfarë ishte kjo? Kjo ishte një goditje për politikën në tërësi. Pra vetëm rasti Vlorës, po dhe rastet i Beratit dhe tjera tregoi që edhe socialistët e bojkotuan, vajti vetëm administrata, me fjalë bëni llogarinë si doni, për shembull, Bashkia Vlorë ka 1500 të punësuar, për na 4 vota 6000, por dhe ja 2000 janë të punësuar në administratë, hipoteka, polici, gjykata, prokurori, po themin e bujqësi e gjitha me arsim, dhe ishin vetëm këto vota me fjalë. Ndërkohë, e njëjta gjë është edhe në Berat me fjalë 10.000 vota bashkia dhe administrata me radhë. Por, nga ana tjetër, unë e kam thënë dhe e them që jam zë kritik, përveç masakrës elektorale që me Ramën nuk mund të ketë zgjedhje, grupit patronazhimit, lekte drogës, mos harrojmë që e përdori Sajmir Tahirin për të mbjellë drogë në gjithë Shqipërinë, madje çoi në Shpinë e Bardhë dhe e futi në burg dhe tani nuk ndihet. Sa të dhëna thonë që nuk është mirë në gjendja shëndetësore, po kështu edhe Erion Velia, që ishte tjetri që mund të zinte vendin Ramës, e tha publikisht para disa muaj që do ta varë tek Pema, tha, sa është një grup fuqishtë me krye ish-ministrin e Brendshëm për zotin Xhafa dhe e futi në burg. Më pas më fort doli Balluku, i tregoi dhëmët të Ramës, e treta vërteta që e shikonte edhe këtë si. Që tha që po më çomi do të marr me vete, i tha. Dhe po të shikosh mesazhet e saj me varësit me fjalë tregon që e nënvlerëson me fjalë si person, sepse din shumë gjëra që ata kanë bërë bashkë dhe për mua me fjalë pavarësisht se është femër,
ja kaloi të gjithë këtyre me radhë, që nga Erionit, Lefter Kokës, Beqjas, Emir Tahirit, madje edhe Arben Ahmetat që iku jashtë, por Arben Ahmetat të paktën i faktoi me fakte dhe çka ka thënë ai kanë dalë. Tani, unë kam qenë zë kritik që në fillim, pra zoti Berisha është në mision dhe kërkon fitoren e Partisë Demokratike me çdo kosto, mund dhe sakrifica, ka një detyrim të jashtëzakonshëm për qindra mira demokratë, jo vetëm për një vit poshtë rrugës Shpresë vetë me fjalë, rrugë Shpresë qush, por edhe për të tjerët në protesta. Fitoria Ramës është në komplekse, përveç patronazhimit edhe këtyre që kanë nxjerrë Sobe Odiri, mos harrojmë që zotin Berisha e la në arre shtëpie një vit, i mori dhe vulun dhe para 6 muaj para zgjedhjeve i dha vulun dhe 3 muaj para zgjedhjeve doli në arrest së shtëpisë. Ilir Meta në mënyrë banditeske, antikushtetuese e morën zvarr policë të kamufluar e me radhë, ndërkohë që shiko standardet Sarkozy, unë atje iku me bashorten, me dortrokitje, u fut e shoqëruar, bile vizitoj edhe ministri i drejtësisë, po këto janë veprime të Ramës në bashkëpunim me Sorosin, pra goditi 2 lider të opozitës, ndërkohë dhe Fatmi Mediun e man nën trysni për Gërdecin, të gjitha këto faktorë quhen humbje, por me fjalë unë kam thënë dhe them që zotin Berisha nuk e ndiqnin sepse u dha besim dhe vlerësim me listat e mbyllura, që unë jam kundër listave të mbyllura, u dha disa që sot janë deputet, të cilët nuk gëzojnë jo vetëm mbështetje popullore demokratëve, por madje kanë dhe pak kënaqësi sepse nuk ndoqi ritmin e Berishës. Unë i vina qarku i Beratit dhe kam thënë dhe them, isha drejtues politik i Partisë Lirisë, mora 5222 vota dhe nuk ankimova, se po të që ankimor nuk janë këto votat e mia,